Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti vizitoi një fabrikë të përpunimit të fruta perimeve në Lezhë që e cilësoi model për funksionimin e bujqësisë. Ministri u apeloi fermerëve për zgjerime varietete të reja për përpunim. Ne do të bëjmë ç'është e mundur që të ndihmojmë në zgjerimin e varieteteve të reja të ullirit, të cilët kërkohen me shumicë në tregjet botërore. Kërkohet shumë tepër prodhim në mënyrë që ne të plotësojmë kërkesat e këtij tregu të madh. Dhe sfida jonë është të zgjerojmë me kurajo sipërfaqen e kultivuara me perime. Podhimet e konservuara shqiptare ju janë drejtuar dhe tregjeve të huaja. Cilësia është mira. Ka tregë zakonisht Ukraina merr mallra nga Italia, nga Greqia, po unë mendoj mallra Amarildo, cilësia shumë e mirë dhe unë mendoj do të jetë sukses atje në tregën e Ukrainës. Lezhë është një nga zonat ku fermerët merren kryesisht me bujqësi dhe blegtori.